Sot sa kalum në homazhet për koreografin e talentuar Gaz Golemi, që ka lënë një poshtoj shumë të madh të gjithë artistët. Gaz Golemi është nga ato koreograf që është fatmirësi ta ketë një rajon jo vetëm si Lezhë, po ta ketë edhe vetë Tirana. Është nga profesionistët më të mirë që ka nxjerr Shqipëria e Vallet. Është një plejadë artistësh të jashtëzakonshëm që i dhanë tamthin e duhur, tamthin etnokulturor të zonave dhe të traditës së Shqipërisë veriut dhe jo vetëm thjesht të Lezhës. Gazi është nga ato që e njohu shumë mirë etnokulturën dhe e njohu shumë mirë rritin, përgjithsisht rritin, dhe kjo është gjëja e veçantë që sillte Gazmeni në vallën që performoi kaq bukur gjitha grupet, nga fëmijët deri te moshat më të avancuara, gjërat e bukura që sollin në skenat shqiptare. Kena humbur një shok, kena humbur një mik, u ka 30 vite që nife me profesor Gazin. Sinqerisht është një dhimbje për gjithë artistët lezhjan, sigurisht edhe për gjithë opinionin lezhjan, e gjithë artistët kudo që ndodhen. Për 45 vjet rrugtim kulturor me koreografin Gazmen Golemi, unë njohem rastisht, u bëm vëllezër dhe deri në frymën e fundit mbetëm vëllezër. Një njeri që nuk ka prituar kurrë, nuk është lodhur kurrë, po ne ka pas po, johen jo, për koreografin lut Zotin, mund t'jetë nis ajo apaj, po se kur më rrinë dhe një Gaz Golem tjetër në Lezhë, nuk e di. Gazi ka qenë një artist me plot kuptimin e fjalës, artist. Krijues i papërsëritshëm i vlerave të Lezhës, sepse dihet se Lezhë ka malcor, mërdejtor. Gazi ka qenë hulumtuesit më të trashëgimisë folklorike. Ka prur risinë për festivalet ndryshme folklorike, ku kanë qenë në Gjinokastër, në Berat, në Elbasan, gjithmonë edhe u krenote se merrte gjithmonë çmimet para. Çmimet para, çmimet dyta, asnjëherë gjithmonë flamë. Ka qenë talent. Në vitin 2010 me Gazmenin kemi themeluar shoqatën kulturore artistike Kastriotet Lezhë. E themeluam si një kërkesë e domosdoshme për të përfaqësuar në festivalin folklorik ndërkombëtar në Port-Saurçon në Francë. Vendosëm me Gazmendin që të bëjmë një ekip artistësh nga Lezhë që të përfaqësojmë Shqipërinë. Ishte një ndërmarrje shumë e madhe, një ndërmarrje shumë me kurajo që vetëm Gazmendi mund ta bante. Me një artist krijues, koreograf të madh si Gazmen Golemi, pa diskutim që mundesh me përfaqësu vendin tënd me shumë dinitet në çdo arenë konkurruese brenda vendit dhe jashtë vendit. Arritëm që me artistët lezhjan të bëjmë një ansambël amator dhe të konkurrojmë përballë shteteve, ambasadave shtetërore, Serbia, Greqia, që i kemi komshi, po edhe 18 festivale tjera të shtetet mëdha të botës, dhe të fitonim vendin e 2, 3, 4 në kompeticionet tona. Kjo është ajo që mundesh me tregu vlerën që kishte Gazmendi. Vlerat e njeriut nuk maten nga jetëgjatësia e moshës, por nga gjurmët me të cilën lë. Dhe gjurmët e miku tonë të shtrenjtë, Gazmen Golemi, janë të thella. Pasi ai e tregoi me vlerat atij të jashtëzakonshme artistike që krijoi për asamblin e tij që drejtonte në Bashkinë Lezhë. Është një dhimbje e madhe jo vetëm për ne që kishim koleg, po për gjithë qytetin, sepse ishte një nga artistët më të spikatur dhe më me kontribute në histori.
Ai ngjelet një simbol i punës, i përkushtimit dhe i rezultateve shumë të larta që ka arrit me koreografitë e tij, që tashmë kanë lënë shenjë të pashlyeshme. Dhe ai në një farë mënyre ka ikur fizikisht, por ai është kudo në ambient me artin e vet, i cili nuk ka për të vdekur kurrë. Padyshim që kjo është një humje e madhe për familjen Golemi, por njëkohësisht edhe për komunitetin e artistëve lezhjan, sepse vlerat e zotit Golemi padyshim që kanë lënë në analet e historisë qytetit të Lezhës, me koreografit dhe me artin të cilët ai ka transmetuar nga brezi në brez. Që humja është e parakoshme dhe normalisht dhimbja është shumë e madhe për secilin prej pjesëtarëve të familjes, por njëkohësisht edhe komunitetit të artistëve, të cilët kanë bashkëpunuar për një kohë të gjatë.